Mbrëmjen e 30 marsit të vitit 2015, Tepelena u trondit nga një sulm që do të linte shenja të thella te familja e Elton Qiqa. Në banesën e prindërve të tij, Naim dhe Antoneta Qiqa, hynë me dhunë 4 persona të maskuar. Ata lidhën dhe qelluan 2 të moshuarit, duke u kërkuar metone kërcënuese separat që supozoi se i mbanin në shtëpi. Kam qenë në banesën time kur, pasi bëra gati ushqimin për djalin, i cili nuk ishte ardhur ende në shtëpi, u ngjita në katin e dytë për të bërë gati krevatin e tij. Zbrita poshtë dhe derën e lash të hapur. Në atë moment dëgjova hapa që ngjiteshin në katin e dytë dhe hapa derën, pasi mendova se ishte djali im, por pash 3 persona të maskuar dhe me doreza në duar, deklaron Antoneta Qiqa. Megjithse autorët hynë në banesë për të grabitur shumë të mëdha parash, në dëshminë e tij përpara autoriteteve, Naim Qiqa deklaroi se i kishin marrë vetëm 5.000 euro. Ai shpjegoi gjithashtu se nga shtëpia ju vodhën edhe 2 ora të shtrenjta që i përkisnin djalit të tij. Ngjarja ndodhi kur Elton Qiqa ishte ende gjallë. Ky episod nuk u lidh drejt për drejt me konfliktin me Jani Aliaj, por krimi solli degëzime të tjera ngjarjesh kriminale, që mbeten ende të pasbardhura nga autoritetet. Kjo nuk e përjashton faktin që konfliktet në zonën e Tepelenës të jenë transferuar te grupe të tjera kriminale, të cilat mund të kenë shfrytzuar informacionet e ndërsjella për të kryer veprime të tilla, si grabitja e banesës së Elton Qiqës, u shpreh avokati Indrit Sefa. Në dosjen e grabitjes së prindërve të Qiqës, del në skenë edhe emri i njohur i botës krimit, Ervis Martinaj. Ky i fundit rezulton një nga pronarët e makinës që autorët përdorën për grabitjen. Nga hetimet u zbulua se grabitësit kishin planifikuar çdo detaj, duke përdorur makina të ndryshme dhe zinxhir pronësie të fshehur. Automjeti i përdorur, një Audi A3 S3 me targa italiane CD 368 PT, kishte kaluar nga Sokol Jella te Ervis Martinaj dhe më pas te Robert Rama. Sipas hetimeve, këta persona kishin informacion se në atë kohë Qiqa konsiderohej si një nga individët me shumë të mëdha parash kesh me origjinë kriminale. Në deklarimet e tij më 34/2015, Ervis Martinaj shpjegoi se me shtetasin Bledar Lozhi kishte një detyrim të pashlyer prej 10.000 eurosh për furnizime inertesh për një pikë betoni. Në pamundësi pagese, ranë dakord që Lozhi t'i jepte makinën Audi A3 S3, të cilën Martinaj më pas ia shiti shtetasit Robert Rama. Sipas tij, Rama merrej me punime alumini dhe kishin rënë dakord që të kryente punime në një objekt të Martinajt në vlerën e makinës. Në atë kohë u fol, si në rrugë policore, ashtu edhe në veprime hetimore, se ngjarja kishte të bënte me një grabitje nga persona që kishin thyer dyerë dritare në shtëpinë e Elton Qiqës dhe kishin informacion për shuma të konsiderueshme parash, u shpreh gazetari Xhevahir Zabina. Në lidhje me këtë ngjarje, Jani Aliaj nuk ka pasur asnjë lidhje. Kjo është përjashtuar kategorikisht. Personat që hynë në banesën e prindërve të Qiqës u identifikuan menjëherë nga policia, pati të arrestuar dhe më pas disa prej tyre u vranë apo u plagosën, duke krijuar një histori më vete, u shpreh avokati Gjergj Nikolli. Ekspertimi daktiloskopik zbuloi në një paket cigaresh gjurmët e gishtave të Erigers Mihasit. Megjithatë, kjo provë nuk e bindi prokurorin e çështjes, i cili 6 muaj pas arrestimit, në porrik të 2019-s, kërkoi lirimin e Mihasit nga qelie, kërkesë që u pranua nga gjykata. Megjithse u lirua, hetimet ndaj tij vijuan në gjendje të lirë. Dosja u pushua, pasi Mihasi u ekzekutua në nëntor të vitit 2021 në zonën e Astirit në Tiranë. Është zbardhur e vërteta e grabitjes së familjes së Elton Qiqës dhe ka rezultuar se grupi i Jani Aliajt nuk ka pasur asnjë lidhje. Kjo është përjashtuar kategorikisht, por kjo nuk përjashton mundësinë se ata të kenë dhënë informacione, u shpreh sërish avokati Indrit Sefa.